sallam çokolate. Edhe pse e them sallam, se del në formën e sallamit ndaja. Edhe është aq e shijshme, aq e mirë, mos e pyesni djalit tim edhe burri e hëngrën brenda një dite të gjithë këtë recetën, siç mund të shikoni. 150 ml qumësht i vëmë që të valoje, i heqim nga flaka dhe do t'i hedhim brenda 250 gram çokollatë. Unë kisha 150 çokollatë edhe 100 gram nga këto kokrat e vogla çokollatës dhe i hodha të gjitha bashk brenda. Pastaja e shkriva çokollatën në qumësht, edhe brenda i hodha biskota të cila i bëra copa. Biskota duhen 350 gram biskota. I trazoj mirë të gjitha. Delo njerëz, mos e pyesni, është fantastike. Unë i vëdhe një çik djalit që ta marri me vete në shkollë, ëmbëlsirë kur do ëmbëlsirë, po kësaj radhe nuk arriti, nuk na tepëroi që të merrte në shkollë, se hëngrën në shtëpi siç u thashë. Ditën e parë harrova unë t'i vija në shkollë dhe ditën e dytë nuk mjaftoi. Hëngrën për 2 ditë domethënë. Mbaroi si ëmbëlsirë kjo, po del fantastike, shumë e shijshme. Edhe të shoqërojmë kafen, unë me kafen dua diçka të ëmbël gjithmonë, edhe përpiqem që të bëj ëmbëlsira në shtëpi, mos i blej nga jashtë, se nuk janë shumë të shëndetshme. Do më thoni tani pse kjo është e shëndetshme? Okej, e di se çka brenda të paktën. Edhe delo njerëz, mos e pyetni. Është perfekte. Provojeni, ua kam treguar dhe herë tjetër, edhe ua tregoj prap, është fantastike si recetë. Nuk do shgënjeni. Ciao ciao.